Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e Kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Partia Demokratike mbledh kuvendin kombëtar i cili do të zgjedh forumet e reja drejtuese. Berisha premton hapjen dhe modernizimin e partisë për të ardhur në pushtet. Rama deklaron se Partia Socialiste do ta përmbush misionin për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, opozita një humbse kronike. Indri eliminohet nga ferma VIP 3, por tensionet mes konkurrentëve mbeten të larta pasi Iliri, Zhaku dhe Sara rrezikojnë largimin përmes televotimit. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Partia Demokratike mblodhi këtë të shtunë kuvendin e saj kombëtar për të zgjedhur ekipet e reja drejtuese të forcës më të madhe të opozitës. Sali Berisha premtoi hapjen dhe modernizimin e partisë, duke premtuar se vetëm në këtë mënyrë PD do të vijë në pushtet. 5 vite pasi nisi lëvizjen për rithemelimin e Partisë Demokratike, Sali Berisha ja doli të rimarr logon e flamurin e PD-s, të bashkoj partinë dhe të thyej izolimin ndërkombëtar. Ndaj në kuvendin kombëtar, mesazhi i parë i kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, ishte për të gjithë demokratët që në këto vite qëndruan në krah të tij. Nuk është për treg kjo parti. Kjo parti është për moral. Kjo parti është për ideale, kjo parti është për vlera. As nuk blihet, as nuk shitet, as nuk mposhtet kur. Lideri historik i demokratëve Sali Berisha deklaroi nga kuvendi kombëtar se periudha më e vështirë kaloi dhe Partia Demokratike tani nuk është më në pozicion mbrojtës, por në betejë për të kthyer në pushtet. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon të gjithë e dinë se cila është peshja e kilometrit të fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Në përpjekjen për të fituar mbështetjen e shqiptarëve dhe për të ardhur në pushtet, Berisha deklaroi se demokratët kanë 3 detyra: ripërtëritjen e partisë, modernizimin dhe riorganizimin e saj. Por ripërtëritja është modernitet. Ne nuk e duam ripërtëritjen për veten tonë. Ne e duam atë për të ripërtërit Shqipërinë. Ndaj edhe ne nga ky kuvend vendosim të ripërtërim Partinë Demokratike, të ripërtërim, të modernizojmë Partinë Demokratike. Ta shtrojmë atë në partitë të gjitha praktikave me të gjitha teknologjive më të mira. Berisha deklaroi se premtimi kryesor i Partisë Demokratike dhe shtylla e programit qeverisës është lufta kundër korrupsionit dhe lideri i opozitës theksoi se ata kurrë nuk do ta lënë heshte dosjen për ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe dosjen e Akshit. Ti mendon se i mbyllë dosjen, por ne ato dosje s'ti mbyllim kurrë. Jo, absolutisht kurrë. Tani, Edi Rama, beteja jonë, do t'jetë ajo që s'ke pa ndonjëherë. Je kapur si plaçkit, si grabit, si votës. Je kapur si hajdut i pasurive publike dhe fondeve. Ke zero legitimitet, zero legitimitet, zero legitimitet. Kuvendi kombëtar miratoi ndryshimet në statut dhe votoi anëtarët e rinj të Këshillit Kombëtar, i cili do të zgjedh kupolën e PD-s. E mbetet për të parë nëse Sali Berisha do të vendosë të ripërtëri apo jo ekipin drejtues të Partisë Demokratike. Në takimin me socialistët, Lezhjan Edi Rama tha se vetëm kjo mazhorancë do ta finalizojë objektivin historik për të çuar Shqipërinë në oborrin e Bashkimit Evropian. Rama mbrojtje dhe reformën në drejtësi, ndërsa opozitën e quajti një humbse kronike. Në festën e 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Lezhë, Edi Rama e cilësoi PS-n si forcën politike që shkëputi vendin nga e kaluara dhe orientoi drejt së ardhmes. Objektivi kryesor mbetet anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. U bë njëkohësisht edhe forca që
kur nuk lejoi që të përdosej lufta nacional shqiptare nga të gjithë së bashku, por ja u la turpin atyre që e patën dhe që e kanë, duke ju kundërvendosur luftës nacional shqiptare dhe duke e shfrytzuar atë luftë si burimin e një përçarje më të thellë në ditët tona. Ne përpara kemi vetëm objektivin historik, majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë europiane. Rama mbrojti reformën në drejtësi duke e cilësuar atë si dallimin më të madh mes Partisë Socialiste dhe kundërshtarëve politik. Gjithë shembujve që dallojnë Partinë Socialiste nga të gjithë të tjerët që flasin për drejtësi, mbajnë leksione për drejtësi, na sulmojnë ne në emër drejtësisë, po që po të ishte për ta Shqipëria do ishte edhe sot e gjithë ditën siç ka qenë që nga 1912, pa asnjë mundësi për të parë barazi para ligjit për gjithë dhe pa asnjë mundësi për të parë një njeri të pushtetshëm e lëre pastaj një njeri të lidhur me pushtetin politik përpara një prokurori të pavarur dhe një gjykati të pavarur. Ndërkohë këto ndodhin sot, jo sepse ne jemi të korruptuar apo më të korruptuar, por sepse e para ne jemi të vendosur ta luftojmë korrupsionin dhe e dyta në këtë luftë ne jemi kaq të vendosur sa që jemi shumë të gatshëm të marrim përsipër edhe koston e këtij revolucioni që kemi bërë duke ja lënë shpatën e drejtësisë njerëzve të drejtësisë të cilët s'kan asnjë frikë më. Një mesazh i pati edhe për kundërshtarët, të cilët i cilësoi si humbës kronik. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundërshtarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. E sulmuan brutalisht Partinë Socialiste si parti e lidhur me Serbinë, si parti shërptore e Beogradit, por e vërteta tregoi diçka krejt tjetër, që pikërisht ata që rrihnin gjoksin ditën dhe gjuanin me gur Partinë Socialiste, natën thyenin embargon e botës demokratike ndaj Slobodan Miloševićit dhe furnizonin me naftë makinerinë e tij të pastrimit etnik. Gjatë qëndrimit në pushtet, Partia Socialiste sipas Ramës nuk ka përdorur asnjëherë rrugët e hakmarrjes kundrejt rivalëve politik. Një operacioni antidrogës në Tiranë çoi në arrestimin e një 37 vjeçari në akuzën e shitjes së lëndëve narkotike. Ndërpranga përfundoi Ksenel Caka, i cili është mbajtur në vëzhgim për disa javë nga agjentët e policisë. Mësohet se 37 vjeçari shiste drogë kryesisht në zonën e Don Boskos dhe Laprakës. Në momentin e arrestimit, atij është gjetur 200 gram kokainë me vlerë 7 milion lekë. Ksenel Caka, i cili u ndalua pranë hyrjes së bllokut të ambasadave në rrugën e Durrësit, nuk rezulton me precedent të mëparshëm penal. Një qendër e re për çaktivizimin e armëve të zjarrit dhe të eksplozivëve është inauguruar nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Ai e cilësoi këtë investim të ndërkombëtarëve si një risi për rritjen e rendit dhe të sigurisë, që sipas tij kjo qendër do të vijë në ndihmë policisë për luftën kundër kriminalitetit. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të qendrës së çaktivizimit të armëve të vogla dhe të lehta, një investim realizuar nga prezenca OSBE-s në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme. Ai e cilësoi këtë projekt si një hap të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve të shtetit shqiptar për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta, municioneve dhe eksploziveve. Çaktivizimi i armëve është një instrument shumë i rëndësishëm për reduktimin e rrezikut që vjen nga armët e palishme dhe keq përdorimi i tyre. Për këtë arsye, Ministria e Punëve të Brendshme e ka trajtuar këtë proces si një prioritet strategjik, me një shqyrtje të plotë që përfshin kuadrin ligjor, procedurat teknike, infrastrukturën, pajisjet, trajnimin e specialistëve dhe mekanizmat e mbikëqyrjes. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita tha se kjo qendër përfaqëson një investim të drejtë në sigurinë e vendit dhe brezave të ardhshëm. Ky investim përfaqëson një hap konkret në përafrimin e Shqipërisë me standardet e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, duke dhënë një kontribut të drejtë për drejtë në luftën tonë pa kompromis kundër krimit të organizuar.
Projekti ka mundësuar forcimin e kuadrit ligjor dhe rregullator përmes ndryshimeve dhe plotësimeve të rëndësishme në aktet në ligjore duke sjellë përafrimin e standardit kombëtar për çaktivizimin e armëve të zjarrit me praktikat më të mira të OSBE-s dhe standarde ndërkombëtare. Ky projekt përfaqëson një nga bashkëpunimet më të rëndësishme ndërkombëtare në drejtim të reduktimit të rrezikut nga përhapja dhe keqpërdorimi i armëve të vogla dhe të lehta, duke krijuar një sistem të qëndrueshëm sigurie që synon parandalimin e qarkullimit të palishëm të armëve dhe forcim të mekanizmave të kontrollit. Rritja e temperaturave ka sjellë menjëherë një numër të madh të vizitorëve vendas dhe të huaj në Durrës. Plazhet janë plot dhe fluksi pritet të rritet në ditët në vijim. Sezoni veror i shoqëruar me temperaturat të larta ka sjellë një fluks të lartë të pushuesve në Bregdet, ku plazhet janë mbushur me vizitorë vendas e të huaj. Këta të fundit shprehen të kënaqur me mikpritjen, pastërtinë dhe bukuritë që ofron Durrësi. Po qëndrojmë në Tiranë dhe sot erdhëm për herë të parë në Durrës për të bërë plazh. Deri tani gjithçka na ka pëlqyer shumë dhe me siguri do të rikthehemi për pushime në Shqipëri. Jam nga Ukraina. Në Durrës është shumë bukur. Ka plazhe të mrekullueshme dhe njerëz shumë të këndshëm. Është dita ime e parë këtu dhe po kaloj shumë mirë. Unë vi nga Roma, Durrësi është një vend shumë i këndshëm dhe më pëlqen shumë. Kjo është hera e 5 që vi këtu. Për momentin gjithçka duket shumë mirë. Operatorët turistik presin që numri i pushuesve të rritet ndjeshëm gjatë javëve në vijim, sidomos me hyrjen në muajin qershor dhe nisjen e rezervimeve të plota për sezonin veror. Edhe prenja si hapi sezonin veror duke shpresuar në tërheqjen e më shumë vizitorëve vendas e të huaj. Autoritetet lokale thanë se në fokus mbetet zhvillimi i turizmit malor. Bashkia e Prenjasit çeli zyrtarisht sezonin turistik me aktivitetet që promovojnë natyrën, kulturën dhe traditat e zonës. Vëmendja u përqendrua tek parku kombëtar i Shebenikut, një nga pasuritë më të rëndësishme natyrore të vendit, i mbrojtur nga UNESCO, por edhe tek trashëgimia kulturore që banorët e zonës e ruajnë prej brezash. Emri i festivalit është Rajca e Vallës, për shumë arsye pasi këtu është vendi ku vallja dhe kënga bëjnë një orë në çdo skenë shqiptare. Sot ne kemi vendosur festivalin e parë ta zhvillojmë në Rajc, pasi nga këtu nis gjithçka. Këtu është vendlindja e shumë artistëve të zonës që kanë trashëguar vallën e breza. Zhvillimi i turizmit malor mbetet një sfidë, por edhe një mundësi e madhe për ekonominë lokale. Sipas drejtuesve të bashkisë, paketa e maleve pritet të nxjisë investimet dhe të krijojë kushte më të mira për vizitorët dhe banorët. Ky vit e gjen Bashkinë Prenjas me më shumë njësi akomoduese për agroturizëm, edhe një instrument i rëndësishëm i cili na është vend tani në përdorim është edhe pakete maleve, ku zona jonë ka një potencial të madh për zhvillimin e agroturizmit, dhe me këtë paketë ne do arrijmë që shumë njerëz që kanë aplikuar të marrin leje pranë bashkisë të zhvillojnë bujtina për të pritur sa më shumë turistë. Pjesë e festës ishte edhe festivali folklorik Rajca e Vallëve, i organizuar për herë të parë në Rajc Sutaj. Grupet artistike stollën në skenë këngë valle tradicionale, duke i dhënë ngjyra dhe jetë aktivitetit. Organizatorët synojnë që festivali të kthehet në një traditë të përvitshme, duke bërë Rajcën një tjetër destinacion të rëndësishëm për turizmin kulturor dhe malor në vend. Bordi i transparencës ka ulur sërish këtë të shtunë çmimin e karburanteve. Tani më një litër naftë do të tregtohet me 185 lek nga 187, duke ulur me 2 lek, ndërsa benzina do të shitet me 173 lek ose 1 lek më pak. Çmimet e caktuara nga bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme, ndërsa paralajmërohen operatorët që nëse kapen në shkelje, do t'ju pezullohet aktiviteti. Në ditën botërore të sklerozës multiple, mjekët tërheqin vëmendjen për shtimin e të prekurve nga kjo sëmundje autoimune. Ata thonë se trajtimi në fazat e para mund të sjellë më shumë lehtësi për pacientët. Skleroza multiple është një sëmundje kronike autoimune që prek sistemin nervor shëndror. Pacientët tregojnë se simptomat e para nisin gradualisht, por me kalimin e kohës gjendja përkeqësohet deri në humbjen e aftësisë për të lëvizur. Shenjat e para, thash, mu janë dhonë, thash, heqa rrugës, o rëzojshë. Ko, u qojshë, heqa vazhdojshë normal. Po kjo gjohë duke ardë, duke ushtu, duke ardë, duke ushtu. Edhe kjo ishte që një gjohë nuk shkote, këtë trupin. Masaj fillon edhe që kjo e gëlltitja. Vitën e funit, unë përthushe janë pare.
Mjeku neurolog Altin Kusho shpjegon se skleroza multiple kryesisht grup moshat e reja, ndërsa thekson se kjo sëmundje nuk e ka ende një shkak të përcaktuar. Grup moshat kryesore të sklerozës multiple janë kryesisht të rinj të dekadës 3-4 tjetës. Por sot kemi format pediatrike sklerozës multiple, sikur se kemi dhe rastet të sklerozës multiple që janë mbas moshës 50 vjeç, ose ato që i quajmë format të vonë. Nuk ka një shkak specifik, është në ato sëmundje që ne i quajmë multifaktoriale, ku këtu një rol luan pa diskutim gjenetika, luajnë faktorët ambiental, por dhe faktor epigenetik, ose siç i quajmë ndryshe faktor të stilit jetës. Edhe pse mbetet një sëmundje kronike dhe e pashërueshme, specialistët theksojnë se trajtimi i hershëm mund të ndihmojë pacientët të ruajnë një cilësi të mirë jete për shumë vite. Skleroza multiple është një sëmundje kronike, nuk është e shërueshme, po është e trajtueshme, dhe trajtimi i sklerozës multiple nëse bëhet në mënyrën e duhur, krijon kushte për një cilësi jete shumë të mirë, dhe mjafton të them që jetëgjatësia e personave me sklerozë multiple i kalon 40 vjet që nga momenti i diagnozës. Që në fillim të viteve 2000 ne kemi trajtuar pacientët me sklerozë multiple me interferoni beta 1A dhe interferoni beta 1B. Me të drejtën për shumë vite ka qenë i vetmi trajtim. Pra nuk kemi pasur trajtim tjetër, po me kohën falë dhe ndërhyrjes shtetit nëpërmjet futjes në skemat e rimbursimit, sepse duhet të thënë që janë trajtimet kushtueshme dhe nuk mund t'i blej dot kushdo. Gama e medikamenteve është rritur, ne sot që flasim bashkë kemi të aprovuara 6 medikamente që trajtojnë sklerozën multiple. Në ditën botërore të sklerozës multiple, mesazhi kryesor i mjekëve mbetet diagnostikimi i hershëm si çelësi për trajtimin dhe menaxhimin e sëmundjes. Etnografik i Beratit është rihapur për vizitorët vendas dhe ata të huaj. Restaurimi i ka dhënë një pamje të re hapësirave ku janë prezantuar mira objekte që tregojnë historinë, traditën dhe kulturën beratase ndër shekuj. Pas më shumë se 3 vitesh, Muzeu Etnografik i Beratit ka rihapur dyert për vizitorët duke rikthyer në vëmendje një nga pasuritë më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare. Pas një procesi të kujdesshëm restaurimi dhe konservimi, objekti vjen i transformuar, por duke ruajtur autenticitetin dhe vlerat e tij historike. Me një koleksion prej rreth 1300 objektesh që dëshmojnë trashëgiminë, kulturën, traditat, zëje dhe mënyrën e jetesës së beratasve ndër shekuj, muzeu vjen i rikonceptuar për të ofruar një provojë autentike dhe bashkëkohore për çdo vizitor. Ne do të kemi këtu një aktivitet të vazhdueshëm që ky të mos jetë një muze statik, ky do të jetë një muze i gjallë, që të tregoj, të rrëfej, dhe të ketë aktivitetet vazhdueshme me shoqata, grupe, me themi artist, me zejtar, me njerëz të cilët janë dashamirës të folklorit, të traditës, dhe që së bashku do të ndajmë këtu dhe mësime, edukim për dijebërjen, trashëgimi kulturore jo materiale dhe gjithçka që lidhet me historinë dhe me identitetin ton. Ndërhyrjet restauruese kanë ruajtur autenticitetin dhe vlerat monumentale të objektit, ndërsa rimuzealizimi, ndriçimi i ri dhe restaurimi i koleksioneve e shndërrojnë këtë shtëpi muze në një adresë të rëndësishme të kujtesës dhe identitetit ton kulturor. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.